Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahu në falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, të dashur të pranishëm, vazhdojmë me shpjegimin e episodeve nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me fol për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk është as pak e lehtë, për arsye se kjo histori, kjo biografi, këto ngjarje, këto sekuenca janë aq të mira, aq të bukura, aq të këndshme, saqë nuk ka njeri i cili i lexon apo i ndëgjon e që nuk preket, nuk emocionohet dhe padyshim që mëson edhe përfiton shumë. Unë jam shumë i nderuar që e kemi rastin bashkarisht me shpjegu historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jemi duke shku gradualisht dhe jemi duke prek ato segmentet më të rëndësishme nga vetjeta e pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Në vazhdim do të flasim për disa ngjarje në të cilat ka urtësi dhe mësime të mëdha me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kemi thonë se Allahu e ka marrë në mbrojtje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë kohës. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ishte zhyt, nuk ishte përfshi në asnjë mëkat, në asnjë shturje të cilën e kishin bë Kurejshit në kohën e xahiljetit. Pejgamberi alayhis salam edhe para shpalljes asnjëherë nuk ka adhuru idhuj, as nuk është betu në ndonjërin prej tyre. Pejgamberi alayhis salam asnjëherë nuk ka pi alkool, as nuk e ka hongër mishin që është therr në emër të idhujve. Me pak fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është përfshi në asnjë mëkat të cilën e kanë bërë arabët, të cilën e kanë bërë Kurejshit në kohën, në zamanin e xahiljetit. Në dy raste, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për veten e tij se ka dashur që t'i bën veprat të cilat i bënin Kurejshit në atë kohë. Dhe në të dy rastet Allahu e ka penguar dhe e ka mbrojtur. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, isha duke i rujt baktit me një shokun tim Kurejsh. Dhe i thash atij që a ka mundësi ti më u kujdes për kopen time që unë të shkoj në qytet dhe të marr pjesë në ndonjë zbavitje atje. Thot shoku im Kurejsh pranoi. Dhe unë thot u nisa që të shkoj në qytet. Kur arrita te shtëpitë e para të qytetit, dëgjova muzikë, dëgjova këndime. Dhe pyeta thot, se çka është kjo? Aty dikush thot më tha se filani edhe filanja po martohen. Pejgamberi alayhis salam thot u ula që të ndëgjoj. Mirë po Allahu më mbylli vesht dhe ashtu më zuri gjumi. Dhe jam zgju në mëngjes nga nxehtësia e rrezeve të diellit. Dhe jam kthy dhe i kam tregu shokut tim Kurejsh se çka më ka ndodhur. Edhe natën e ardhshme thot pejgamberi alayhis salam veprova njëjtë. Shkova në qytet, mirë po më ndodhi njëjtë sikurse në natën e kaluar. Nga ky moment thot asnjëherë në jetën time nuk kam dashur që të bëj ndonjë prej veprave që i bënin Kurejshit në atë kohë, që të merr pjesë në muzikë, në këndime, në ahenge e kështu me radhë. Për arsye se Allahu e kishte marrë në mbrojtje dhe e kishte rezervuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga shumë shturje të cilat i bënin Kurejshit, të cilat i bënin mushrikët në atë kohë. Kjo tregon se Allahu është kujdes në mënyrë të veçantë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ka rujt, e ka mbrojt nga çdo gjë e dëmshme dhe nga çdo gjë e keqe. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në moshën 15 vjeçare, ka ndodhur një luftë në mes fisëve, e cila njihet në histori si lufta e Fijarit. Fiset kishin filluar që të luftojnë me njëri tjetrin për arsye dhe për shkaqe banale. Kjo luftë ka zgjatur disa ditë. Është quajtur lufta e Fijarit për arsye se Fijar do të thot prishje, do të thot ligësi. Dhe e ka marrë këtë emër për shkak se me anë të kësaj lufte u prish, u shkel shenjtëria e Mekës dhe u bën luftë në mujt e ndalun.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë pjesë në këtë luftë dhe më vonë ka thonë se i mbledhja shigjetat dhe u jepja axhallarëve mixhallarëve të mi. Pejgamberi alaihi salam ka qenë në moshën 15 vjeçare kur ka ndodhur kjo luftë dhe roli i tij ishte që t'i mbledh shigjetat që i hudhnin armiqt dhe t'u jep, t'u dorëzon axhallarëve mixhallarëve të tij. Ashtu sikurse që kanë ditë të bëjnë luftra të përgjakshme dhe me prish renin, arabët kanë ditë edhe të marrin iniciativa të mira dhe të lidhin aleanca për të prunë në vend drejtësinë. Në historinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do gjejmë një episod shumë domethënës ku disa fise lidhin aleancë për të prunë në vend drejtësinë. Kjo aleancë është e njohur në histori me emrin Hilf al-Fudul, aleanca e virtyteve, aleanca e vlerave, marrëveshja e vlerave, për arsye se kishte për qëllim që të ruan vlerat themelore të njerëzve dhe të shoqërisë, dhe kishte për qëllim kryesor që të sjellë drejtësinë në vend. Si ka ardhur puna deri te realizimi i kësaj aleance, do të shohim se një person nga Jemeni ka ardhur me mallin e tij me bot tregti në Mekë. Dhe mallin e tij ja kishte shit një banori të Mekës. Ky banori i Mekës nuk ja kishte paguajt mallin personit nga Jemeni. Nga dëshpërimi dhe nga padrejtësia që e kishte godit, tregtari nga Jemeni fillon që të bërtet në rrugët e Mekës dhe pranë Çabës, duke thënë se askush që t'i ndihmon, që t'i del në ndihmë, që t'i del në mbrojtje, për arsye se i është bërë padrejtësi, për arsye se dikush ja ka marrë mallin në mënyrë të padrejtë dhe nuk ja ka paguajt. Fjalët e këtij personi, fjalët e këtij tregtari nga Jemeni i dëgjon Axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Zubair ibn Abdul Muttalibi. Dhe kur e merr vesh se si çndron puna, ai i fton disa fise për të shkuar te shtëpia e Abdullah ibn Judan, i cili ishte një njeri i moshum dhe ishte një njeri me autoritet. Pasi që shkojnë te ajo shtëpi, disa fise të Kurejshve lidhin aleancë, lidhin marrëveshje, që me i dal në ball çdo zullumçari, me i dal në krah viktimës dhe me i dal për ball çdo padrejtësie. Pasi që e lidhin këtë aleancë, shkojnë te personi, te banori i Mekës, i cili kishte marrë mallin e tregtisë në mënyrë të padrejtë nga tregtari i Jemenit, shkojnë ja marrin mallin dhe ja kthejnë pronarit, ja kthejnë tregtarit që ishte nga Jemeni. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë pjesë në këtë aleancë dhe vetë më vonë ka thonë se ka marrë pjesë në aleancën e cila është lidh te shtëpia e Abdullah ibn Judan dhe thotë kjo ishte më e mirë për mua se sa ti posedoja baktit apo devet më të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kënaq atë shumë që ka marrë pjesë në këtë aleancë sa që i ka thonë këto fjalë. Madje ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sot nëse ftohem me marr pjesë në këtë aleancë, unë do t'i përgjigjem. Pra ka pas për qëllim edhe nëse në Islam më fton dikush që unë me marr pjesë në këtë aleancë apo në aleancë të ngjashme, unë jam i gatshëm me ju përgjigj. Për arsye se kjo aleancë kishte ndodhur në kohën e xahilietit. Nga ky episod i jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na i nxjerrmi disa mësime. E para, pejgamberi alaihi salam u ndi i lumtur dhe i kënaqur që kishte marrë pjesë në këtë aleancë, e cila kishte për qëllim për ta sjellë drejtësinë në vend. Edhe na si musliman duhet që të jemi të parët, duhet të jemi përkrasit më të mëdhenj kur bëhet fjalë për me ardhur drejtësia në vendin e saj. Pa marrë parasysh se kush e sjell atë apo kush e ka nis dhe kush është iniciator. E dyta, zullumi ngel zullum, e keqja gjithmonë ngel e keqe. Në çdo kohë dhe në çdo rrethon, zullumit dhe të keqes na duhet me i bë ball dhe me i dal karshi. Pa marrë parasysh se a bëhet fjalë për musliman, a bëhet fjalë për jo musliman, apo bëhet fjalë për gjunahçar, a bëhet fjalë për të varfër, apo bëhet fjalë për të pasur. Na gjithmonë duhet të jemi karshi atyre të padrejtëve dhe duhet të jemi në ndihmë të viktimës. Sepse mund të ketë prej disa njerëzve që duan të legjitimojnë disa veprime kundër jo muslimanëve. Padrejtësia është e ndaluar. Me abuzu me pasurinë e tjetrit, me të drejtën e tjetrit, nuk është në asnjë mënyrë e lejuar. Kështu na ka mësuar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetër mësim të cilën nxjerrim nga kjo ngjarje
është se muslimanëve ju lejohet që të marrin iniciativa të këtilla. Të marrin iniciativa të këtilla apo të bëjnë marrëveshje për të dalë ballë zullumit. Jo vetëm që lejohet, mirë po kjo është e rekomanduar prej anës së fesë tonë, nëse bëhet fjalë për me arrit drejtësinë apo për me mbri ndonjë prej qëllimeve të shariatit islam. Pas punës si çoban, si barit të cilin na e kemi përmend, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në rinin e tij ka punuar edhe si tregtar. Ka filluar të merret me tregti. Gjatë punës së tij si tregtar, pejgamberi alaihi salam u bë i njohur si i sinqert dhe besnik, për arsye se nuk vjedhte në tregti dhe nuk bënte mashtrime në shitblerje. Kur e dëgjon për këto cilësi dhe për këto virtyte të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Hatixha radhiyallahu anha, ajo i ofron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të shkon dhe të bën tregti për të. Hatixha ishte një grua e pasur, ndoshta ishte gruaja më e pasur në mesin e Kurejshve, në mesin e Mekazve, dhe bënte tregti. Njerëzit bënin tregti me mallrat, me pasurinë e saj. Pejgamberi alayhis salam pranon që të shkon të bën tregti për Hatixhën radhiyallahu anha. Oferta ishte e mirë, pasi që i kishte thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do t'i jep pasuri, do t'i jep pagë më shumë se sa që i kishte dhënë punëtorëve, tregtarëve të mëhershëm. Dhe pas një kohë pejgamberi alayhis salam e merr mallin e Hatixhës dhe niset me shku në tregti në Sham. Bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shkon edhe shërbëtori i Hatixhës, Mejsara, i cili shkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shoqëru atë dhe me vëzhgu me pa se si është sjellja, karakteri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë udhëtimit. Kur kthehet pejgamberi alaihi salam nga udhëtimi, pasi që i shet gjitha mallrat, kthehet me një fitim më të madh se sa që kishin fituar punëtorët dhe tregtarët e mëhershëm. Kjo dëshmon se ata e kishin mashtruar dhe e kishin vjedh Hatixhën radhiyallahu anha kur kishin bërë tregti me mallin e saj. Dhe pejgamberi alayhis salam ishte treguar i sinqert, nga që e kishte sjell fitimin ashtu sikurse që i takon. Edhe Mejsere, shërbëtori i Hatixhës, kishte fol fjalë të mira për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kishte treguar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka karakter shembullor dhe karakter shumë të lartë. Pas përshtypjeve që i fiton Hatixha radhiyallahu anha dhe pas tregimit të Mejserës, ajo i ofron pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një mënyrë indirekte, i ofron martesë. Dhe këtë gjë ja tregon një shoqës së saj, e cila shkon dhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alayhis salam e pranon ofertën, mirë po fillimisht shkon edhe konsultohet me mixhallart, me axhallart e tij. Pejgamberi alayhis salam kishte edukat dhe karakter të lartë dhe nuk mori vendim në vete. Nuk mori vendim në vete dhe shkoi dhe u konsultu me të rriturit e familjes së tij, me axhallart e tij. Më pas, mixhallarët e tij Ebu Talibi dhe Hamza radhiyallahu anhu shkojnë e bëjnë fejesën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Hatixhën dhe më pas edhe e bëjnë edhe martesën e këtij çifti. Pejgamberi alayhis salam për martesë ja kishte dhuru Hatixhës 20 deve të reja. Kur është bërë kjo martesë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në moshën 25 vjeçare, derisa Hatixha radhiyallahu anha ishte në moshën 40 vjeçare. Hatixha ka qenë e martuar me 2 herë dhe 2 burrat e saj kanë ndru jetë dhe Hatixha kishte ngel e ve. Dhe nuk është martuar me asnjë burr tjetër derisa kur e ka njoft dhe e ka taku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse kishte oferta nga shumë burra, nga shumë njerëz me autoritet në Mekë, ajo i kishte refuzuar dhe e kishte ofruar për martesë vetëm se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Martesa e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Hatixhën ka zgjatur paravorësisht diku 25 vjet dhe gjatë kohës sa pejgamberi alaihi salam ka qenë i martuar me Hatixhën, nuk është martuar me asnjë grua tjetër. Të gjithë fëmijët, 6 fëmijët, pejgamberi sa ka pas 7 fëmijë. 6 prej tyre i ka pas me Hatixhën, përveç Ibrahimit, të cilin e ka pas me Merien, kiptase e cila ka qenë prej Egjipti. Fëmijët e tjerë, Abdullahun, Kasimin, Rukijen, Zejneben, Kulthumin edhe Fatimën, i ka pas me Hatixhën radhiyallahu anha. Allahu e kishte beku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me anë të martesës me Hatixhën radhiyallahu anha, për arsye se ajo do të bëhej mbështetësia më e madhe
e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në rrugtimin e tij. Ishte caktimi i Allahut padyshim që Hatixha të bëhej bashkëshorte e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam dhe ta shoqëron atë gjatë misionit të tij të vështirë. Në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në moshën 35 vjeçare, ka ndodhur rindërtimi i Qabës, renovimi i Qabës. Për arsye se Qabja gjatë kohërave kishte posu dëme dhe ishte dëmtuar nga vërshimet e ndryshme. Kurejshit kishin marrë vendim që bashkarisht ta rindërtojnë Qabën. Mirë po kushti kryesor për me rindërtu dhe me e renovu Qabën ishte që pasuria që do të shfrytëzohet të jetë pasuri e fituar në mënyrë halal. Të jetë pasuri e fituar në mënyrë të lejuar. Dhe asnjëherë të mos jetë pasuri e cila është e fituar në mënyrë jo të lejuar, me plaçk, me vjedhje, me kamat, me abuzim në mënyrë të padrejtë e kështu me radhë. Dhe kishin marrë vendim, kushti kryesor ishte që fondi i cili do të shfrytëzohej për ndërtimin e Qabës të ishte vetëm se në mënyrë halal. Bëhet fjalë për kohën para shpalljes, në kohën e xahiljetit, 5 vjet para shpalljes së Kur'anit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punimet janë nisin, mirë po për me e rindërtu duhet fillimisht me e prish. Edhe Kurejshit kishin frikë se nëse e prishin Qabën, mos po i gjen diçka. Mos po i vjen ndonjë dënim prej anës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Kështu që kishin frikë me nis me e prish Qabën. Derisa një i moshum i Kurejshve, ai ja nis me prish një pjesë të Qabës. Dhe presin një natë të shohin se mos po ka ndonjë shenjë, mos po vjen ndonjë dënim prej anës së Allahut, pse e kanë prish Qabën. Kur e shohin në mëngjes se nuk ka ndodhur asgjë, as personit nuk i ka ndodhur asgjë, vendosin me e prish Qabën dhe arrin deri te themelët e Ibrahimit alayhis salam. Kur arrin te themelët e Ibrahimit alayhis salam, ja nisin me rindërtu dhe secili fis e kishte pjesën e caktuar ku punonte në ndërtimin, në renovimin e Qabës. Edhe pejgamberi alayhis salam ka marrë pjesë në këto punime bashkë me mixhallarët e tij. Punimet kanë shku krejt mirë derisa kur ka ardhur momenti i vendosjes së gurit të zi në vendin e tij. Këtu paraqiten mos pajtimet se kush do ta vendos gurin e zi në vendin e vet. Saqë filluan fiset të tensionojnë situatën edhe ishte gati që të shpërthente një luftë. Punimet janë dalë disa ditë derisa një i moshuar, një i mençur e jep një propozim. Thotë se gurin e zi në vendin e tij do ta vendos personi i parë i cili do të hynë nga dera e Qabës. Dhe fillojnë me prit. Duke prit, personi i parë i cili futet nga dera e Qabës është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të gjithë ishin të kënaqur, të gjithë ishin të gëzuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta ketë fatin që ta vendos gurin e zi në vendin e tij. Duke bërtit se është el Amin as-Siddiq, është i besueshmi, është i sinqerti dhe krejt ishin të kënaqur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta merr ta vendos gurin e zi në vendin e tij. Me mençurinë dhe urtësinë që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkon që t'ia sjellin një pëlhur. E merr aty dhe vendos gurin e zi në mes dhe ju thot gjithë kryetarëve të fisëve që ta kapin nga një cep dhe ta afrojnë gurin e zi deri te vendi i tij. Pasi që e afrojnë gurin e zi te vendi i tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr me duart e tij dhe e vendos gurin e zi në vendin e tij aty ku ndodhet edhe sot. Edhe ishte padyshim se caktimi i Allahut subhanahu wa taala që gurin e zi ta vendos në vendin e tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu ishte caktimi i Allahut që Qabja të rindërtohet, të merr një pamje më dinjitoze 5 vjet para shpalljes së pejgamberit alayhis salam për pejgamber dhe para shpalljes së Kur'anit famëlar. Vazhdojmë inshallah në ligjëratat e ardhshme me shpjegimet tona. Allah ju shpërblef për vëmendjen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu yaghfir lakum.